Si një njohë se pushtetit lokal edhe e ligjeve në Kosovë, është politike kjo blokada, sidomos e sheshit, apo çka mendon Besa, apo ka qenë dhe mos planifikimi i duhur i komunës? Jo, natyrisht politike, po unë e kisha parapri që një pushtet i cili nuk është mitësor, kish me gjetë çfarëdo arsye, mos me mlan vit zgjedhor mi kry disa projekte të ndaja. Këta ku ka gabu komuna, është që nuk i kanë marrë lejet për punët që i duhen të zhvillojnë në shesh. Prej përvojës për Shqipërisë prap, kemi pas Partia Socialiste ka qenë edhe në nivel komunal, edhe në nivel qendror, por na para se me ndërtu një shkollë, ju bë gjitha punët përgatitore, sepse nëse nuk është pushteti lokal ose pushteti qendror që të bllokon, auditit gjenë shkelje, ka plot instanca që mund të ta pengojnë punën. Kështu duhet bëhet puna përgatitore, të merren lejet, sidomos në zonë e cila konsiderohet që mund të ketë trashëgimi kulturore. Unë u kuptoj këtyre argumentin që thonë që lista e objekteve të trashëgimit kulturore duhet të jetë më mirë e formulume, nuk është ligjore mënyrën se si e kanë formulu këta, por nëse ai mund me shfrytzu për me ta blloku një punë, mos i shoh bagerat. Do të thonë prit deri sa të shosh nëse mundesh me e zhvillu një punë ose jo, kjo që kemi sot, ku është bloku sheshi, është tmerr. Edhe unë shumë shpresoj që s'paku kanë mi heq këto, do të kanë mi shtru dhe njëherë asfaltin, si që ka qenë, s'paku ta përdorim në gjatë verës. Kjo është keq planifikim edhe është një arrogancë, ku ti mendon që i qojnë e bagerat edhe i kry, po jo që s'pe kryrën.